Të organizuar nga shkollat apo të shoqëruar nga prindërit, qindra fëmijë janë bërë pjesë e panairit të librit që në nisje të tij. Por çfarë preferojnë lexuesit e vegjël dhe çfarë ofron libri shqip për ta? Unë jam më shumë tek librat me fantazi. Më pëlqejnë të librat e autorëve të huaj të përkthyer. Gjithashtu kam hyrë dhe tek librat me luftë dhe me aksion. Më shumë pëlqejnë autorë të huaj, por kohëve të fundit kam filluar të lexoj shumë autorë shqiptar. Në letërsim për fëmijë, veprat e përkthyera nga letërsia botërore mbizotërojnë mbi librat e autorëve shqiptar. Shtëpitë botuese ndoshta gjejnë më shumë lehtësi dhe kanë të sigurt një libër që është i përkthyer sepse është tashmë i njohur në vendin e vet. Megjithatë, në stendat e shtëpive botuese në Panajir vjet re një rritje e titujve të rinj nga autorë shqiptar. Një libër, një letërsi shqipe e bën atë të njohë tematikat që ndoshta për hir të moshës nuk i ka njohur ndonjëherë. Për studiuesit dhe shkrimtarët është e nevojshme që fëmijëve të ofrohen vepra që bazohen te aktualiteti dhe te kërkesat e të vegjëlve. Sfida më e madhe është tableta. Insistoj duke i dhënë vajzës time shembullin, jo duke i thënë që shiko, lexo, mos rrin telefon, po unë lexoj. Unë trajtoj tematika bashkëkohore, moderne, pra marrëdhënien që kanë ata me teknologjinë. Shpesh na duhet që dhe ne të përditësohemi me ato çfarë fëmijët duan. Të rishen kur po themi pralla, novela, romani shoqërohet me ilustrime. Një prall, novel apo roman cilësor i fton fëmijët në një udhëtim drejt imagjinatës dhe dijes. Teksa teknologjia është bërë pjesë e pandashme, ata nuk duhet të shkëputen nga magjia e leximit. Është mjaft e rëndësishme që po themi një shkrimtar dhe një libër të konsultohet paraprakisht edhe me një psikolog. Këto mesazhe asnjëherë nuk duhet vinë në formën e moralit sepse automatikisht refuzohen. Por kostot e rritura të letrës, printimit dhe veçanërisht kostot e shtuara nga ilustrimet janë një sfidë e madhe për autorët dhe botuesit. Nuk kursehet si thua tek libri për fëmijë në prodhim. Sepse është gjëna. Fëmijët priren që të blejnë libra që janë përkthime, që janë të plotësuar edhe me anën e cilësisë të ilustrimit. Dhe pse të mos e ofrojmë ne këtë gjë? Teksa asasia rritet dhe cilësia vihet në pikpyetje. Kërkohet më shumë vëmendje dhe politika për librin. Qoftë ministria, qoftë shtëpitë botuese, qoftë mësueset, të tregojnë më të vëmendshëm në përzgjedhjen e titujve. Ka disa elementë që duhen parë më me kujdes në mënyrë që mos të krijohet ajo çarja midis lexuesit të vogël dhe letërsisë.